Salavat e selamit e dërgojmë pejgamberit alayhi salatu wassalam, i cili është pejgamberi i fundit nga loza gjithë pejgamberëve. Ashtu këto salavat e selamin për familjen, shokët dhe gjithë besimtarët të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në kiamet. Të dashur vëllezër, besimtari duhet me jetu me një rregull i cili thotë: unë punoj veç për Zotin dhe unë i jap llogari veç Zotit. Ma e men këto dy fjalë. Unë punoj veç për Zotin edhe unë i jap llogari veç atij. E në bazë të këtij rregulli, apo ky rregull fitohet ose praktikohet nga ai besimtar i cili e ka njoft hakikat Allahun. Nga ai besimtar, pra për marrë drejt e ky rregull, ti duhesh me njoft Zotin hak. Duhesh me ditë se kush është që të gjykon, kush është që të ka kriju, kush është ai që të mirëmban, kush është ai i cili ka me ta marrë shpirtin, kush është ai i cili ka me të ringjall, kush është ai i cili ka me të qitë në gjyq, kush është ai që është të dhënë jetën, ushqimin, frymarrjen. Ta ka dhënë dhurat jetën, dhurat e ki. S'ka qenë lindja jote nga mundi yt. E që ky i cili të gjitha çto ti ka dhënë dhe ki mu ballafaqu veç me ta. Kjo është meritori që me thonë unë punoj veç për ta. Edhe unë i përgjigjem vetëm atij. Unë e di që ka më garë një ditë që veç ai ka me më gjyku. Prandaj unë e punoj për ta. Unë veç atij i kam besu. E kur ta kupton këtë rregull, ti ki me jetu shumë rahat. Ti nuk ki mu bo munafik. Që dhe me thonë munafik? Ti s'ki me punu për sureta. Ti s'ki me punu për hatër të njerëzve. Po, nuk po thonë që se këtu e keq kupton dikush. Kur thot hoxha, mos puno për hatër të njerëzve, mos pja bën çefi njerëzve. Puno veç për zot Zotit, çka bën ai, dikush bën ti pa edukum. Thot unë s'ni për juve. Po, ti mos ni për ta, po s'do më thon tash më treguj pa edukum. Këtë pjesë e kuptum. I sjellshëm po, i mirë kuptum po, por asësi mos më punu me hyn qef njerëzve. Një, pa munafik nuk bëhesh i drejt, i sinqert. Edhe dyta, nuk i përulesh kërkuj për interes caktum, e mban krenarin të cilën Allahu të ka dhënë. E treta, nuk jeton duke u detyruar në presionin e shoqënisë. Nuk jeton me presionin e shoqënisë. Unë dhe vetëmit që jam marrë urdhnat, dhe vetëmit që të cilin këqyri me e knaq, është Zoti jam. Nuk më interesojnë tjerët që kanë të bo, nuk më interesojnë tjerët ku e kanë, ku dojnë munal. Unë nuk bi presion, nuk bi preje presioneve të njerëzve. Shuj bre birë, shuj bebi, sekret po bëjnë, mos përna keshin, mos pasi, edhe zhytu në harame. Shkone për harame. Këto po e thamë, për me dhonë me kuptu se që ata që ti po bjenë presionin e tyne, në ditën e kiametit nuk kanë marrë me të një mu. Vetëm ti dhe Allahu Gjaleshanu kur të vendosët perdja me se cilët rëbë. Resulullah sallallahu alaihi wasallam ka thonë, ka marrë dita, që gjithë se cili ka me i folë Zotit Azza wa Jall, një ka një, me perde, veç Zotit dhe ti, për të cilat ka me të pytë për gjdo send vogël edhe të madhë që e ke bon. Pse e bon e Europian? Kush shtini me bon? Nuk kimi pas njerëzit mrapa shpinës me thonë, na o Zot i kena shti. Andaj, keni kujdes, të dashur vëllezër, jo që ka që mu me lëshu frontin, jo që ka që të dobet më u kallzu. Kur në pyetja Allahu Gjaleshanu, ani presjani shoqënisë, krejt e kanë bo, po du të me shku edhe une, po du të me marë pjesën ka thirë filoni, e dini për çka kam fjallën. Filon të ubimin, kisha ty harame, kisha ta, po qa me bo bëhojtë se po du të, mos më thuj mu çka me bo. Dije që një ditë ki me dal vetën qaj presjoni që ati filonit, që të ka thirë dhe po të tunit të dhënohëm ti me bo mos me marë, o vlau, ti e të e bo haramin për veti, o burë, mos më detyro dhe mu me ardhë, ose atjetën, pse tjetë hatri, ti dush me e kriju njerëzve, ambientin që ata me të ardhë, me halal. Andaj, pejgamberët Allahu Gjaleshanu kur ju kanë bo presion shoqëritë e vete kanë thonë, na vetëm në gjyq na qetë dhe vetëm i nënshtromi ati. Respekt për çdo kanë, por keni kujdes se në ditën e kiametit do t'jeni vetëm. Kërkuj s'ka marrë me orë shpinën, as me unimu, as me bot tifozlëk, me re
vdul filoni para Zotit, hajde, je përgjigje, je. Që është arrejnë shpinën në dunja. Nuk du me zgjatë për shkak numrit madhe dhe nxehtit, pra jetani kujdes me rregullin. Punoni veç për izat Zotit. Edhe dijeni që i vetmi të cilit keni mi dhënë llogari, e që s'mund me ikë kur gja, është Allahu xhaleshanu. Çdo punë të cilën e bën, qyra është në kënaqësinë e Zotit, edhe aki përgjigje për ditën e Kiametit. Absolut, mos u ndikoni nga presioni i shoqërisë. Gjithë secili le të punon atë që merr mendja vet, por edhe këshill tjetër. Gjithë secili që don me bën diçka, mos e ngushto tjetrën në vëlla me artë mas teje. Je ke vendos me bën një darsë, një tubem, një diçka me formën tonë ti që ke vendos. Mos i detyro tjetër. Qyre çështu është darsë më jame. Çto kam e bë. Ta marr mendja mirë, sa marr mendja në përgjithësinë tonë, pastaj mos u edhna. Sepse te funim ram, na asë nuk mujmë mi detyru, pas nuk na lejohet. E bëjmë me halal për vete, e bëjmë me haram për vete. Andaj të dashur vëllezër, kush e njeh Zotin që duhet, vallahi vjen pak marrë. Nëse s'kemi fetari, aman të kemi pak njerëzëllëk. Nga se e kemi lëshu shumë frontin. Deri në atë mas, pasha Allahin. Unë jam i bindën se secili antari familjes ose krye familjar i cili e bën sot një tubim, elhamdulillah për gëzim, nuk është i kënaqur, po s'ka ç'a me bë. E ka lëshu frontin, kush nuk e ngon. Edhe vallahi, e them me përgjithësi se antarët e familjes, sidomos gjinin femrore, edhe ai nuk është i kënaqur me çikën e tij, me rejën e tij, me bashortën të ati, ama s'ka ç'a me bë. E të vetmit të cilët janë të rrejkë vrejtjen, janë ata që për ju thojnë amën për i Zotë Zotit, mos kalëshojnë frontin. Të gëzohemi që shka thonë Zoti më gëzut. Kemi kujdes sepse kur t'hymë në varë, më i miri për aty në ka me qenë ai cili ka me nejtë 1 minutë masit varosësh, kur krejt kanë me ikë. 1 minutë. Rrinë të krytë, o Zotë forcoje. Allah na forcoft në dunja dhe në akhirat. Allah na falt, Allah na uzoft, Allah na përmirësoft. Allah, falit i vdekurit tanë, mëshiraj ata, shëret smurit tanë, uzëna në rrugën e drejtë, na i ruje vladët, familjarët, ata që kanë shku para neve në botën tjetër, bonja unë nur, vladitja shpirtat, me rahmetin tanë, gjennetin firdaus, ya arhamar rahimin. Aquli qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin.